Na pra kemi pru 2 shtretër edhe disa bulu. Më në rregullu të shtëpi, Po. gjëra ushqimore, qëto. Qëtu është banjë. Banjo, po. Banjës Së është të rregullume. derën e pas ka të thyme. Po, derën e thyme. Që është ka derën? Që derën e thyme, ko. Më në rregullu të shtëpi, Po. gjëra ushqimore, qëto. Sot pra kemi vendosur prapë të kthehemi tek fillimi i emisionit që kemi qenë tek 2 motrat që ishin në vështrim. Sot po shkojmë pra tek ato 2 motra, prej asoj dite shumë njerëz na shkruan edhe dikush vendosi t'i ndihmoj. Na pra kemi pru 2 shtretër edhe disa buloja, jarganja, stek, qebe. Po familja ka nevojë edhe ma shumë, ka nevojë për me ashtru laminat, venin ku flenë, sepse nuk është kushtet mira. Gjithashtu edhe banjo është shumë e nevojshme që të ndërtohet. Gjitha ta që dojnë me kontribu, ne nuk i pritojmë kësaj rrugë, sepse ne jemi ata që këtë punë nuk e kemi vetëm emision, por e kemi edhe mision. Mision që çdo familje që dua ta marrim, dua që t'jemi edhe krahë djathtë të tyre ta ndihmojmë, e gjithë kjo përmes juve. Shikues të nderuar, Zoti ju shpëlbeftë në rroft. Mos na harroni dhe mos i harroni këto familje që të kthehemi prapë te këto, po jo duar thot, po të kthehemi kështu si sot, që sado pak t'ju gjenimi. Na ju premtojmë se nëse prap ka interesum për këtë familje, na prap do të kthehemi këtu dhe do t'i ndihmojmë edhe me gjëra tjera. Faleminderit, Zoti ju nderoft.